Kryetari i lidhjes së sindikatave të Maqedonisë, Slobodan Trëndafilov, në konferencën e sotme për media i njoftoi detajet e protestës së nesërme të punëtorëve. Ai tha se nesër, më datë 2 prill, në ora 12:05, anëtarët e organeve të trupave të lidhjes së sindikatave të Maqedonisë do ta fillojnë seancën publike, e cila do të fillojë para shtëpisë së punëtorëve dhe më pas përmes kuvendit dhe odës ekonomike do të përfundojë para qeverisë së Maqedonisë. Ne do t'i dërgojmë mesazhin kuvendit, nuk do të mund të ketë gjithçka për deputetët dhe asgjë për punëtorët. Para odës ekonomike do t'u themi punëdhënësve, dora e shtrirë sot nga një punonjës nesër mund të bëhet grusht i shtrënguar, dhe para qeverisë do të përfundojmë me mesazhin, nuk mund të merren vendime për punëtorët pa punëtorët, tha Trëndafilov. Pakënaqësia e punëtorëve vjen nga fakti se politikat e ndërmarra nga krijuesit e atyre politikanëve janë në drejtim të gabuar dhe se janë në dëm të punëtorëve. Ata nuk mund të kujdesen për punëtorët, për ata nga të cilët marrin rrogën. Sulmet që ata bëjnë pas 2, 3 ose më shumë konferencave për shtyp nuk do të ndryshojnë asgjë. Sa më shumë të na sulmoni, aq më të fortë bëhemi, tha Trëndafilov.